Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, sot ditë e xumah, ditë gëzimi për gjithë muslimat. Desha ta përkujtoj veten dhe juve me një ajet kuranor, ku Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Lil ladhina ahsanu al-husna wa ziyada." Për vepërmirët i pret e mira, por edhe diçka më shumë se e mira. Imam Buhariu në një rivajet të Ibn Abbasit radiallahu anhu na shënon sahihun e tij, po ashtu edhe Imam Muslimi nga Suhejbi radiallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur besimtar do të hyjnë në xhennet, i pyet Allahu subhanahu wa taala: "Hal turiduna shay'an azidukum?" A dëshironi diçka që t'ja ushtoj të mirat? Thon besimtarët në xhennet: "Ya Rab, a nuk na ke dhënë krejt mirat? A nuk na ke zbardh fytyrat tona?" Në kuptim, çka të kërkojmë më shumë se kjo? Në këtë rast, Allahu subhanahu wa taala e shpalos fytyrën e tij, e largon hijabin e tij. Po ashtu thot Allahu në Kur'an: "Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira." A ditë do të ketë fytyra të ndriçuara, duke e shikuar Allahun subhanahu wa taala. Po ajo çka neve na intereson është se na realisht a jemi përgatitur për me taku Allahun subhanahu wa taala. Me shumë mund dhe bindje a e kërkojmë takimin me Allahun subhanahu wa taala. A kemi ëndër ta shohim Allahun subhanahu wa taala? Thot Allahu në Kur'an: "Men kana yarju liqa Allah, fa inna ajala Allahi la'at." Kushdo koft që e shpreson takimin me Allahun, ta din se ky afat ka me ardhur. Andaj përgatituni për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu në një hadith thot: "Men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Kushdo koft që dëshiron takimin me Allahun subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala dëshiron takimin me të. Andaj i flas vetes dhe juve, kërkojeni takimin me Allahun me shumë adhurim. E prej haditheve që na janë transmetuar, më së afërmi Allahu ditën e gjykimit do të jenë ata që kanë qenë më afër mimbereve të imamave ditën e xumah. Andaj shpejto dhe garo ta zish vendin e parë në ditën e xumah afër mimberit te Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, në këtë ditë xumaje dërgo shumë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se kush e dërgon një salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu dërgon mbi ta 10 salavate. Elus Allahun e madh, Zotin e Arshit madh, na takoj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Jannatul Firdaus, dhe të na mundsoj takimin në fytyrën e tij të shenjtë. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.